Fotografia... Diçka shumë e veçantë. Shumë është e veçantë. Kjo fotografi është e shkripur me 28 mars 2023. Ne kemi Kosova kemi post ndeshjen kundër Andorrës për kvalifikimet e Europianit në atë kohë. Ti duhet të jesh në stadion. Po, unë jam përgjegjës i ndeshjeve, organizimit ndeshjeve të Kosovës, edhe është dita e njëjtë kur ka lind djali jam. Edhe kam një histori shumë interesant, se në çdo ndeshje të UEFA, së ato të Kosovës që ju zhvillojnë këtu, në ora 10:30 në mëngjes, është e throsëm match organizational meeting, takimi i organizimit të ndeshjes, ku flitën për herë të fundit detajet e komplet organizimit të ndeshjes për ndeshjen në mbrëmje. Edhe unë në atë kohë e kena pas një delegat nga Belgjika, edhe ai gjatë gjithë mbledhjes më pas që jam i tensionuar, kështu isha telefonin non-stop, e pritja një mesazh prej familjarëve që apo ndosë gruajve që ishin në repart për me lind. Edhe ai po më pyet, tha, din çka ke, pikërisht çështu e kam situatën, jam këtu e prit një mesazh. Edhe as nuk e kam pas mendën të mbledhja. Edhe ai e mur përsipër mbledhjen e organizim mbledhjen. Edhe ka përfundimi, po më vjen mu mesazhi që veç urime e bubab pe nanës, edhe po pe i tregoj delegatës, çështu e kam dhënë, ndona me shku me njerë në spital dhe shimi mas nej në mbrëmje për ndeshje. Delegati kishte luajtur njëjtën histori para 3 muajve në Belgjik. Ai lunte rolin tem në Belgjik. Okej, edhe aty ka ndodhur edhe e njëjta situatë. Kur u ktheva në pjesën e dytë ditës në stadion, ai u befasu, ta unë ty komplet të zavendësoj këtu, ti lërësh, vazhdosh, shko te gruaja jote, qa do që ke nevojë, unë jam këtu. Kur u ktheva, u befasu, qysh ti po kthehesh në stadion. Po qysh mi a spjegu atina për Belgjikës adetet tona. Që një një javë dit, nuk t'vjen reni ty mu taku të evladit. A i menon të që e kom ljonë në gru në vetë, e ju marrë tu për një ndeshje. Na kema adetet tona, thash jo, më s'kri dhe, gruja është në rregull, djali është në rregull. E kjo befasia këtu, është befasia që kam bu kolegët e mi, nuk kem koni vetëdijshëm. Ndresa që është e vendosur, nëse e shem mrena ndresën, është e vendosur në zhveshtore, krahas me të gjithë lojtarë tjerë. Vedat Muriqi, unë jam mu më pëlqen numri 13, këtë rast numri 13, djali e ka hoazu Amir Ramonit, kapitenit tonë, edhe për me bu këtë datë paharushme, u pa të siguru Andorra, se kjo rezultati fatkeqësisht në aspektin sportiv u konë ndër ditët më të këqija të Kosovës, se kena luajtur 1-1 me Andorrën, po në aspektin personal u konë fitoria më e madhe në jetë. Ama kështu, a star is born. Welcome, Diell Havolli. Qenë start presion është. Qenë start e kena nisë me presion. Do më thonë, veç e kena emnu si star, kështu që atina i duhet një rrugë, po besoj që u konë bevasia me e këndshme. Sa vjetë që është tani? 2 vjetë. Akoma nuk e dim. Jo. Po sigurisht historinë do t'ja të regosh, sa po të rritët edhe pak. Faleminderit shumë që e ndave me ne, një histori shumë e bukur. Dhe